nderuar zonja kryetare e Kuvendit, nderuar zoti Sembelliu, nderuar profesor Ruka, të nderuar miq, profesor dhe pjesëmarrës, të dashur student, është një kënaqësi e veçantë edhe për mua të jem sot në këtë aktivitet të rëndësishëm, jo vetëm për Universitetin Luarasi, por për gjithë arsimin e lartë në vendin tonë. Marrëdhënie dhe marrëveshje të tilla janë të nevojshme dhe të domosdoshme për t'u dhënë mundësi studentëve shqiptar që edhe duke studiuar në Shqipëri të mund të përfitojnë nga kurrikula dhe nga eksperienca e institucioneve akademike të Mbretërisë së Bashkuar. Kjo është një vlerë dhe eksperiencë e shtuar, frytet e së cilës do t'i vjelin jo vetëm studentët, por e gjithë ekonomia dhe shoqëria shqiptare në të ardhmen. Universiteti i Londrës, në drejtimin akademik të London School of Economics, pra të shkollës ekonomike të Londrës, përfaqëson një nga universitetet më të mira dhe cilësore, si dhe një ndër markat më të njohura në tregun e arsimit të lartë sot në botë. Eksperienca dhe reputacioni arsimor në arenën ndërkombëtare, bashkuar me reputacionin dhe eksperiencën në rang kombëtar të Universitetit Luarasi, janë një garanci për suksesin e këtij programi bashkëpunimi në të ardhmen. Ky është një moment dhe një marrëveshje që meriton vëmendje, si nga studentët dhe familjet e tyre, ashtu dhe nga akademia, biznesi, si dhe institucionet shtetërore. Kjo diplomë e dyfisht, e lëshuar nga të dy institucionet e arsimit lartë, u jep studentëve mundësi të reja për të përmirësuar jetën e tyre dhe për të kontribuar në zhvillimin e një komuniteti profesional më të mirë në ditët e sotme. Bizneset dhe institucionet do të përfitojnë nga punësimi i një grupi studentësh më të përgatitur dhe të ballafaquar me kurrikulat me përvojat akademike të universiteteve shumë vjeçare, siç është London School of Economics. Vetë zgjedhja që Universiteti Luarasi i ka bërë lidhur me programet konkrete të bashkëpunimit tregon për një kujdes të veçantë nga ky universitet që ka për të ofruar programe studimi të orientuara nga nevojat e tregut. Është fakt tashmë që shkenca e të dhënave ka marrë një rëndësi të veçantë. Zhvillimet e biznesit, jeta dhe zgjedhjet e konsumatorit, mënyra e punës dhe teknologjitë e aplikuara sot gjenerojnë një sasi të jashtëzakonshme të dhënash. Ato përmbajnë një pasuri të vyer informacionit të vlefshëm, jo vetëm në aspektin e studimit akademik, por dhe veçanërisht të rëndësishëm për zhvillimin dhe planifikimin e biznesit, ndërtimin e strategjive të suksesshme të marketingut të produkteve të ndryshme, ku përfshihen dhe ato financiare. Analiza e mirë dhe profesionale të dhënave i mundson biznesit dhe institucioneve shtetërore të marrin vendime me baza të forta, të zgjidhin probleme komplekse dhe të përqendrohen në përmirësimin e teknologjisë dhe të inovacionit. Këto janë disa nga përfitimet që do sjell brezi i ri i studentëve të Luarasit në jetën profesionale të vendit fal këtyre programeve të reja të studimit dhe të zhvillimit. Gjithashtu programet në fushën e financës dhe të biznesit do të sjellin rëndësi dhe nxisin inovacionin dhe eficiencën e tregut, veçanërisht atij financiar, mjaft nevojshëm për ekonominë shqiptare. Kjo do të rrisë stabilitetin makroekonomik dhe financiar të vendit, të cilin Banka e Shqipërisë kujdeset ta ruajë me fanatizëm. Në këtë aspekt ne jemi të lumtur që politikat tona kanë kontribuar pozitivisht në ecurinë e mirë të qëndrueshme të ekonomisë së vendit. Produkti i brendshëm bruto ka regjistruar një rritje vjetore për rreth 4% në 8 tremujorët e fundit, të shoqëruar me rritjen e numrit të punësuarve. Statistikat tregojnë një rritje të të ardhurat të individëve dhe të biznesit, të cilat janë pasqyruar në rritjen e konsumit familjeve dhe investimet në sektorin privat. Në të njëjtën kohë, inflacioni i çmimeve është rikuperuar nga goditja që pësoi pak vite më parë nga ngjarjet në tregjet ndërkombëtare dhe në 13 muajt e fundit inflacioni është luhatur pranë nivelit modest prej 2%. Zhvillimet e kënaqshme të inflacionit dhe forcimi i kursit këmbimit kanë nxitur Bankën e Shqipërisë të normalizojë politikën e saj monetare në nivelet më të ulta se kulmi që arriti norma e bazë e interesit rreth fundit të vitit 2023.
Krahas monitorimit të situatës makrofinanciare dhe zbatimit politikës monetare, Banka e Shqipërisë po jep kontributet veçanta gjithashtu në çështje të tjera të rëndësishme, siç janë modernizimi i sistemeve të pagesave, mbrojtja e konsumatorit, financat e gjelbra dhe edukimi financiar. Ky i fundit, pra edukimi financiar, është thelbësor për formimin e përgjithshëm të gjithë secilit dhe për të garantuar qëndrueshmërinë ekonomike dhe financiare të individit dhe të familjes. Për këtë qëllim, ne i kemi kushtuar një rëndësi të veçantë edukimit financiar të popullatës, duke miratuar dhe zbatuar strategjinë e edukimit dhe të përfshirjes financiare në nivel kombëtar. Të rinjtë dhe universitetet janë një grup i rëndësishëm ku fokusohen aktivitetet tona në formën e leksioneve, debateve universitare, çmimit për diplomën më të mirë e të tjera. Këto dhe aktivitetet të tjera të organizuara në kuadër të strategjisë, në bashkëpunim me institucionet e vendit dhe ato ndërkombëtare, synojnë ta ngrejnë këtë strategji në nivel kombëtar. Për të rikthyer në qëllimin e takimit, kam kënaqësinë të risjell në vëmendje edhe bashkëpunimet e suksesshme akademike që Banka e Shqipërisë ka pasur prej shumë vitesh me Universitetin e Oxfordit dhe me London School of Economics. Stafi dhe drejtuesit tanë kanë punuar së bashku me profesorë të këtyre shkollave për të përmirësuar politikbërjen, vendimarrjen dhe kërkimin shkencor në Bankën e Shqipërisë, por dhe në funksion të gjithë ekonomisë së vendit. E them me bindje se London School of Economics, pra Shkolla Ekonomike e Londrës, është një garanci për suksesin e programit dhe nivelin e dijeve që do të përçohen tek studentët që do të regjistrohen në këto programe. Kjo nga ana tjetër ndikon dhe kërkon një angazhim më të madh nga vetë studentët për të mësuar e për të thelluar më shumë në hulumtimet e tyre. Shpresoj dhe jam i bindur se kjo iniciativë e Universitetit Luarasi do të vlerësohet nga studentët shqiptar që tashmë e gjejnë në vendin e tyre atë cilësi arsimi dhe mundësi profesionale që i mendonin të mundshme vetëm në vendet perëndimore. Gjithashtu këto programe do të rrisin profilin e akademisë në vend, duke mundësuar metodat të përmirësuara në mësimdhënie dhe hapësira të reja të kërkimit shkencor. Programet e përbashkëta të studimit dhe ndërkombëtarizimi i tyre nga Universiteti Luarasi përbëjnë në të njëjtën kohë një sfidë për stafin akademik dhe drejtuesit e tij. Por gjithsesi jam i bindur se suksesi do t'i ndjek edhe në këtë përpjekje të re stafin akademik të Universitetit Luarasi, ashtu siç kanë qenë të suksesshëm në të gjithë iniciativat e tjera që prej vitit 2003. Le të jetë ky bashkëpunim një shembull frymëzues për të ardhmen e arsimit të lartë në Shqipëri, duke krijuar mundësi të reja për studentët dhe duke ndihmuar në zhvillimin e një shoqërie më të ditur, më konkurruese dhe më inovative. Ju falenderoj dhe suksese.